Në juglindje të Shqipërisë, buzujrave të kristalta të liçenit të Ohrit, shtrihet fshati turistik Lin, një nga perlat më të bukura të trashëgimisë natyrore dhe kulturore shqiptare. Gadishulli i Linit të shfaqet menjëherë sapo zbret qafthanën, duke ofruar një panoramë breslënse që ngjan me një telajo të pikturuar nga vetë natyra. Pamjet filmike nisin mes ujrave të qeta të liçenit dhe shtëpive karakteristike të ndërtuara në shpatet e Kodrës Shkëmbore, ku çdo cep i fshatit përcjell histori dhe traditë. Lini është kthyer në një destinacion të preferuar për turistët vendase të huaj, të cilët ndalojnë për të shijuar qetësim, bukurinë natyrore dhe pasurinë historike të kësaj zone. Një nga thesaret më të rëndësishme të Linit është mozaiku Paleokristian i Bazilikës, që daton midis shekujve 4 dhe 5 pas Krishtit. Ky monument, me vlera të rralla historike dhe arkeologjike, ekspozohet pjesërisht nga vizitorët, ndërsa mbrohet në kujdes nga autoritetet për ta ruajtur nga faktorët natyror dhe dëmtimet e mundshme njerëzore. Në skajin e Gadishullit ndodhet edhe një objekt i veçantë kulti, i njohur si Kisha Bunker. Historia e saj lidhet me periudhën e komunizmit, kur në vitin 1967 u shemb kisha 3 shekullore e Shën Nikollës dhe në vend të saj u ndërtua një bunker ushtarak. Pas ndryshimeve demokratike të viteve 90, banorët e zonës e rikthyen bunkerin në funksion fetar, duke shndërruar sërish në kish, ku edhe sot zhvillohen ritet fetare. Lini vazhdon të mbetet kartolina hyrëse e qytetit të Pogradecit dhe një nga destinacionet më të veçanta të turizmit shqiptar. Peizazhi i mrekullueshëm liçenor, ndërthurja e historisë me natyrën dhe mikpritja e banorëve e bëjnë këtë fshat një oazë të vërtet çlodhjeje për çdo vizitor. Mes ujrave të liçenit të Ohrit dhe kodrave që e rrethojnë, Lini mbetet një telajo e gjallë e natyrës, një vend ku historia, kultura dhe bukuria natyrore bashkëjetojnë në harmoni të plotë.